Në këtë epopej të UÇK-s, sërish kthehemi në Prekaz, në vendin që simbolizon një sakrificë të papërsëritshme për lirinë tonë, në vendin që simbolizon rrugtimin më të pastër, përplot me sakrifica, në mënyrë që sot ne ta kemi shtetin, dhe në vendin që mbetet udhërrëfyes për rrugën tonë përpara. Sa herë që vim në Prekaz, natyrisht që dhimbja është e madhe për gjithë ato jetë të humbura, sepse siç e dini, përveç sakrificës së komandantit legjendar Adem Jashari dhe të gjithë atyre që luftuan bashkë me të, përfshirë familjarët e tij dhe bashkëluftëtarë të tjerë, këtu u vran edhe shumë gra e fëmijë. Ata fëmijë të familjes Jashari, nëpërmjet gjakut të tyre të njom, e shtruan përpara rrugën e lirisë dhe i bën themelët e shtetit ton më të forta se që mund të paramendohej. Dhe shpresoj se që çdo herë që dikush mund të ketë ndonjë dyshim se cila duhet të jetë rruga përpara, të mendoj sakrificën e pikërisht atyre fëmijëve. Fëmijëve të familjes Jashari dhe fëmijëve anëkënd Kosovës, të cilët u sakrifikuan në mënyrë që ne sot të jetojmë të lirë. Prekazi gjithnjë na përkujton se liria është amanet. Dhe këtë amanet duhet ta ruajmë me çdo kusht, në çdo moment, dhe pikërisht kjo na frymëzon në rrugën që e kemi përpara. Ju falenderoj shumë gjithëve.